Atëherë faleminderit shumë. Fillimisht vish po du me potencu se kur jeni nis ju më orë mëngjes të ju e dini për shkakin e orë. Do me mbulu konstituimin e kuvendit, edhe predni që kjo me ndodhu, si që edhe po presin qytetarët jashtë. Njëjtë muj me full në emën të deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, që kur jemi zhu mëngjes na kemi orë për me votu. Kjo zoja në fjollë që ishte këtu para meje, përfshi dhe deputetët që u prononcuan para jush sot në emën të subjekteve politike, asë një për tyne nuk dimi ju kalzu pse kanë orë sot, nëse s'votojnë. Pse janë që mëngjes, janë veshë, janë dreqë dhe vinë ullën në ullëset të kuvendit Republikës edhe nuk votojnë. As për, as kunder, as nuk abstenojnë. Cili është funksioni një deputeti që quhet mëngjes vjena dhe shkon të shtëpia pa e lonë shaj kërkon heq. Unë mene që të pyetët më abo, se cili për jush dhe me kërku përgjësi për i deputetve. Këta po thonë është përgjësi e lëvizjes vetëvendosje. Dakord, jemi përgjegjës të gjithë për konstituimin e kuvendit me qenë se hisëdor. Në kryesinë e kuvendit janë gjithë subjektet politike. Mirë po, të gjithë deputetët e lëvizjes vetëvendosje po vinë edhe po votojnë për. Që është puna jone. Njëri do të me votu edhe deputetë opozitës, për me konstitu kuvendin. E pastaj të qeveria, aty motët, kush e ban qeverinë, aty duhet kompromise, me qenë se kushtetuta nuk e ka përcaktu kush ose kujt i takon qeveria. Përveç se fitusit, herën e por, edhe nëse ai mëna dy ove më rrinë me i bo numrat. Po të kuvendi është e qartë, thuhet, ju takon 3 subjekteve më të mëdha, fituesit dhe 2 partive tjera, dytës dhe tretës dhe 2 përfaqësues prej komuniteteve pakicës. Prandaj, edhe njerë, duhet me pos një arsye kur deputeti quhet edhe vjen punë, edhe nuk e ban punën e vetë, edhe kjo është ju përgjithësi totale e secili deputet që vjen këtu ulet dhe shkon shpejt pa votu. Edhe e fundit, uroj shpresoj që gjykata kushtetuese të del sa më shpejt me vendim, për shkak se për neve tani më është e qartë që votimi i fshet është një nga alternativat dhe për më tepër është shumë e rëndësishme për qytetarët e Republikës me kuptuar që është hera 27 që nuk votohet komisioni. As janë ato votuas për Albolenën. Një komision deputetët e opozitës vinë këtu dhe refuzojnë për 27 herë me votu komisioni. Kështu që për neve na vjen shumë keq, po mendoj që lëvizja vetëvendosje është e përgjithshme, po vjen, po voton, pa përgjegjësia totale bie mbi deputetët e opozitës, të cilët vinë këtu për 35 herë me radhë dhe refuzojnë me marrë pjesë në votim. Faleminderit. Na presim gjykimin, s'po du me para gjyku se çka do të me posë, për shkak se unë mendoj që nuk ka substancë aty, për shkak se s'ka vendim. Megjithatë, na do ta presim gjykimin edhe do ta respektojmë atë, po deri atëherë nuk ka asnjë arsye, me qenë se gjykimi i gjykatës kushtetuese thotë që mund me posë votim të hapur ose edhe le mundësinë të fshet. Pro, mundësia e votimit të fshet na jemi te komisioni. 27 herë deputetët e opozitës vinë këtu nuk e votojnë komisionin. Ta votojnë komisionin, pastaj e kanë mundësi me votu edhe kundër siç kanë votuar me votim të hapur, e pastaj kthehemi edhe te votimi i hapur. Po është një procedurë që kemi mbet ngërç, edhe do të thotë ngërç konstituimi i kuvendit ka mbet si pasojë e mosvotimit të deputetëve. Kështu që me të dol gjykimi na do ta shikojmë atë dhe do të marrim vendim krahas vendimit që na vjen. Për ne është e qartë, edhe po besoj për qytetarët, po edhe për juve si gazetor. Hisedor në kryesinë e kuvendit është lëvizja vetëvendosje, PDK-ja, LDK-ja dhe 2 përfaqësues nga komunitetet pakicë. Do të thotë na takon këtë neve me konstitu. Na po vime dhe po votojmë. Na po e mundsojmë atë. Pa mundësia po vjen si pasojë e deputetëve të opozitës. Sigurisht se konstituimi i kuvendit po vonon shumë punë tjera,
po kjo nuk e ndolë qeveri në punë që të bo, për shkak se na kemi qeveri, kemi polici, kemi ushtri, gjitha institucionet tjera janë funksionale, përveç kuvendet të Republikës që ka met në ngërç për shkak të mos votimit të opozitës. Edhe unë jam dakord me juve që ta zhbllokojmë situatën sa më shpejt, po kjo pyetje duhet ju bëhet deputetëve të opozitës që po vinë s'po votojnë, s'morin pjesë në votim. Do thotë një deputet i opozitës që del fol ju para jush, më apo pyetim pse ke orë. Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, edhe unë edhe tjerë, këtë këtu bashkë dim që thot mundet më bo votimi i fshet edhe i hopër. Për më tepër nuk është tu votu një komision zgjedhor që ban administrimin. As komisionin se në tu votu. Prandaj, a është antikushtetuese, për shkak se njëjti aktgjykim thot, çdo deputet është i obliguar të votojë për, kundër ose të abstenoj. Atë minutë që deputetët nuk votojnë, e për 27 herë radhazi nuk kanë votu, atë janë të shkel kushtetutën. Jo, na... Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese thot që ata duhet me marrë pjesë në votim. Tash është normal që na si shtim ata me votu me zor. Kurse, soi përket sanksioneve, tash mos të kthehemi te sanksionet se na e dim pse e kemi marrë, që janë kundër të padrejta. Fillimisht sanksionet janë vënë për shkak të luftës të strukturave paralele e terroriste në veri të vendit. Nëse dikush menon që duhet me i kthy strukturat paralele për me hek namosat, na kur s'kthehemi në atë pikë. Nuk ka qytetari i Republikës që thot këtë që keni bo. Domethënë, gabim ka qenë BE-ja që i ka vu sanksione, në këtë rast zoti Borrell, i cili po ashtu ka po thirrë që të heken, dhe siç e dini, tash BE-ja veç ka lajmëruar që mosat janë në hekje e sipër, e për më tepër është e padrejtë pse janë vu ato. S'do të multoni deputet, sikur zonja Kadria këtu që del e thot jemi në sanksione. Po sanksionet janë vu padrejtësisht ndaj Kosovës, ku na kemi bë luftën kundër terroristave, strukturave paralele të fuqishit në veri. Edhe kjo është punë e kryer, ajo punë s'kthehet më, edhe po besoj se cili qytetar i Republikës, përfshirë komunitetin serb, janë krenar që jetojnë më lirshëm sot prej punës mirë të policisë së qeverisë që është bërë në atë hapësirë. Sa i përket energjisë, për mu më vje keq për propagandën që bëhet, del Keku me njoftim që është kompani publike, edhe tregon që nuk ka kolaps energjetik. Sa për informatën tuaj, bloku B2 është në riparim, ku kjo qeveri ka ndo 60 milion euro me një kompani amerikane General Electric për me bërë riparimin ose për me mnu turbinat të reja. Sikur këta që dolin edhe vajtojnë këtu, ti këshim bo këtu riparime ma herët, nash do ta kishim këtë problem. Pro këtë borën e kalon neve, për më tepër nuk du të harru që 100 milion euro investim është të panelet solare në Kek, 100 milion euro e keni ankondin publik që e ka fitu një konsorcium i kompanive ndërkombëtare, e keni 150 milion euro investim të turbinave me erë, e për më tepër po besoj që kjo qeveri sigurisht se borra po na bie neve te problemi i energjisë për shkak të investimeve që duhet më bëj që s'janë bërë më herët, por nuk mundet me ardh me u anku sikur që e bën edhe me ankondin e konsorciumit se kin se ka pas probleme aty te kreditimi ose garancia që qeveria ka dhënë për kreditim, pa harru këtu që në vitin 2013, sa për informacionin tuaj me qenë se po hinan këtë temë, kompania Devulli ju ka caktu çmimi pe bordit të zëres me morë me 138 euro për më na shit neve shtetit megavotin. E tash aty edhe inflacioni ka qenë i përfshim në kontroll, sot ka shku 160 euro. Pro, Devulli neve na shet 160 euro, edhe kjo kontroll ka qenë atëherë, nuk u bë asnjë zhurmë. Kur e fitoi konsorciumi, tash me kompaninë ndërkombëtare, përfshin një kompani shumë e respektuar shqiptare në Zvicër Orloti, me 48 euro, dole dhe u bo lajma gjithandej se ka probleme dhe kishe po vjedhe në rrymën. Këtu janë këtë propaganda opozitës, po qytetarët e Republikës nuk i besojnë më kësoj propagande, përfshi këtyne që kanë qenë përgjegjës e që s'kan bo asnjë investim të vetëm në energji, e tash po na bje borra neve, për me vnu turbinat e reja, me investu 60 milion euro, për shkak se s'janë bo më herët. Prandaj edhe një herë po them,
Gjithçka rreth energjisë është propagandë, përfshi këtu konsorciumin që përmenda më herët, ku është fitu me 48 euro, derisa Devulli e shet shtetit me 160 euro, e njëjta kompani Delan Kuët s'po do me dojnë tregun e lirë se e ko shtrajt me 80 euro. Është hipokrizi, po fatmirësisht ky popull, ky vend mon men pak më shumë se që mojnë men opozita, edhe si pasoj, unë menoj që gjenin ku janë sot, është për shkak këtë qeverisës edhe mungesës e investime që bodi sot. Faleminderit shumë.